Hajtë se vjen dita shumë shpejt kime një për këta kurva. Jeta me hale pengesa po kur nuk u ula. Kështu që gjuj, jeta m'kam super me gjuj e muruj. Se përveç zotit si tut na kërkuj. Ti nuk e din se qa jetë kompas. Mos vët për kalu me 97. Do Mercedes e do rishin të shkall. Do t'jer me Uzi S'kom qa me thonë, shutera ma bruda. Kujdes kur hin, drekon që Bermuda. Maska Doreza na dhi me gabuqa. Jeta na mësoj, zero fiducia. Lokacione Shibe Milano. Shoot my bruta. Për para se ta nis këtë podcast për herë të parë në jetën time, dua të tregoj pse e bom këtë gjë. Për shumë arsye, për shumë plane të ardhmen, pak për mu dhe më shumë për tjerët. Ky është një podcast që unë e bëj në Rom, në studion tonë Tech Pro Records, ku është një mundësi shumë e madhe për artistat që janë në emergjencë, që do thotë artistat që duan të afirmohen kudo në treg. Është diçka që e bëj për herë të parë për arsye se ndjej mirë kështu, edhe është eksperiencë e re. Siç e thashim të bëj albumin, tu kemi në studio kemi shumë salla, kemi një sallë ku incizohet, ku masterizohet, një sallë tjetër ku bëjmë provat e muzikës, një sallë ku bëjmë podcaste, një sallë pritje, një sallë ku edhe kënaqemi. Edhe ju kisha bo thire gjithë artistave kudo që janë. Hajde një njerë në Tech Pro Records në Rom, këtu te une. Do t'ju bëjmë kongët më të bukra, kështu që unë kam një ftum shumë special, të cilin do ta merrni vesh se kush do jetë. Edhe inshallah jemi me këmbë të bar, inshallah nis më bar podcasti. Këtu te unë do t'jeni shumë mirë. Do flasim për gjithçka, haptas edhe troç. Dijeni që unë njihem, flas realitetin, pavarësisht sa i hidhur apo sa i omël është realiteti. Kështu që ju kisha ftuar të gjithë të merrni pjesë Tech Pro Records podcast. Regjistroni, kontaktoni faqen Tech Pro Records, edhe do jeni këtu me mu, do intervistoheni, do flasim për jetën, për muzikën, për të gjitha gjonat. Kështu që shihemi shumë shpejt. Podcast me stresin, por pa stres. Ciao Giulia. Ciao. Come stai? Grazie che mi ha portato a bere. Bene. Sto aspettando un talento albanese. Sì, eh? E si chiama Malcio ma non risponde. Come non risponde? Non lo so. Tu come va? Io tutto bene. Complimenti, sei troppo bella. Grazie. Immaginasi in questo posto è Berlusconi che ti dice. Grazie Giorgio. Grazie. Come sta andando? Bene, piano piano. Sì. Si va lontano. Ha detto sì. Adriano Celentano. Grazie. Vai, Ci sentiamo dopo, eh? Sì. Sto chiamando questo Malcio ma non risponde. Aspetta. O Malcio. O çka gang, ku je më vlla, se po të pres tu në podcast. Një jep 2 minuta për azër, 2 minuta jam aty. Mirë vlla, hajde se jam këtu me Julian, po të presim. Po Julia s'po kupton çfarë po flas. Capisci? No? Dai, ti aspettiamo fra. Hajde. Dua t'ju prezantoj të dashur fansat e mi, miqtë e mi, të gjithë ata që mbështesin muzikën tonë, Malcio. E io Strasini, what's up? Fratello, benvenuto, Come fratello. fratello, të posto? Ciao bobon, si je? Mirë për zotin të ka Amo, ku jeti? kalojmë mirë o bu. Qa bane? Si të kam? Për zotin mirë të ka Si kalojmë bukur këne ka Roma i Si herë. duket Roma? Qita eterna. A ka pëlqy fort. Nuk vim zakonisht këne na e di se rrim Milano, vlla. Jena Di mësu- Milano, Po capisco. ka i herë alla Roma ja vle shumë. Bro, ky është podcasti im i parë që bëj në jetën time. Shumë i Për herë nderuar të mi parë. herë që më ke ftu. Ti e din, fratello. Shumë gjap bukur ke menoj i herë. Si gjithmonë i ke ta ide e veçantë, vlla. E di vetë. Grazie, fra, grazie. Asaj. Nuk di nga t'ja nisë më përpara, por rëci ka që ne jemi këtu për një mision shumë të mirë edhe për artista që do vinë mbas teje.
pse të kam zgjedhur ty me A për herë të parë sepse je shumë, domethënë kuptimin e fjalës repera që janë shqiptar në Itali, je shumë i nxehtë për momentin, kupton? Shqipe Milano, edhe e kam pasur, si me thonë, vetë qef me hap me ty. Kështu që shpresoj që do ndihesh mirë me mua. Normal. Nuk di nga Tianis, domethënë, Malshëm trego pak kur ke ardhur në Itali vëlla. Unë kam ardhur në Itali qysh 2004. 2004. Yeah. Me familje, bro. Yeah, bro. Shumë mirë. 2004 quindi i bjen. Bane 20 sa vet, 21 vet. 21 vjet. Yeah, Bravo, man. edhe halaj man tradita. Yeah, man. Origjinën nga ke fix and Unë fix. kam Shkodran, po jam origin Dugagjinit. Dugagjinit. Shout out. Shout out Shqipe to from Dugagjin. Yeah. Prin Dugagjinit deri. I kam edhe do shok shumë të mirë nga Dugagjini dhe i përshëndes shumë kudo që janë, kështu që majni mend këtë emër Malsho. I du fort krejt Dugagjin se mi e din vetë. Edhe Shkodranti kemi. Normal, i kena në I zemër. kena në Me zemër. kanë Shkodran ta ne ban, I thojnë. ban, qysh si ban. Bro, ne kemi pas një bashkëpunim shumë mirë bashk, vllazërisht, edhe normalisht që na ka ra edhe me qenë muzikant të dy me bon muzikë. Po. Kemi, sa kon kena bashkë, se kom harru. Sa kena Maybachun, Maybach i parë. Maybach dyshe, Red and Black, tash do dalin e 4 top. Okej, këtu t'ishta Shpresoj me do dalë. fillojmë herë me ballën ai koncert shumë veçantë bashkë. e di. Po, për të gjithë ju që se dini normalisht podcasti regjistrohet dhe do lançohet, kështu që edhe unë e Malshë sot jemi pak tension sepse për 2 ditë nxjerrim kongën shoot, Shoot ma kuptimin bruda. në fermarti se vedi Patruja. Edhe shpresoj të ketë sukses, kemi dhënë maksimumin, jam shumë i sigurt që do jetë një kongë shumë e pëlqyeme. Edhe do ecim përpara. Kongën e para, ma men tonë vëlla? Po, burë, my man. Edhe unë s'du mi ditë kongët e mia të para. I kam Ja, my shitur. man, po e kisha regjistru në garazh të shoku jem o burra, din se kreq ashtu kena fillu, si ma thana kupto. S'kena pas mundësi që ashtu, po Ndër- pasione kena pas gjithmonë krejt. Ndërsa unë për shembull kam pas edhe kam shokun e Emiliano Pagovin e kënojshim dollap ti të shtëpia vet, kishim WhatsApp Fikrina Vezsh aty. Ata ishin Që ashtu e kanë kushtet fillimin një krejt, kamosha, yeah. po. Yeah. Bro. Jo se du me ditë, unë e di, po normalisht që shumë shqiptar vëlla janë të fokusuar në muzikë Shqipëri. Kupton? Edhe nga njerë dun me ditë për shembull e kanë paqet Malsho, po edhe unë me ty në kongë kështu. Si është Malsho vëlla? Kush është Malsho vëlla në jetën e përditshme që ta dinë sepse të shohin shumë e normal që jetën reale e ke njësoj si në klipe, unë e di sa e shoh se jetojmë bashkë, rrim bashkë në Itali. Unë jam Kush është? super tipi fjerës të vëllat që jetoj që atë me shokët e mi, të lagja, të nejt, mundona o burë me bane e gjama shumë, adin se si kena pas krejt mundësit se si gjillë, se do belaj kanë pas ma fatë se ne, a kupto, kanë li me leke, me shumë mundësit, a ne, unë jam qunë, se jam ka mundu e më e ba vetën, si me thonë. Pa fortënime, djatas e majtas, a kupto, E di. nane babe, emigrant të burë kanë alë këne, kanë punu, jam munu, disi, me në rrit. Kjo është shumë e vërtet edhe për fitin nga rasit i përshëndesim gjithë prindrit tanë, kudo që Yeah, janë. love them. Only respect. Trego pak, unë e di, po që ta din dhe disa njerëz, Po. se si lindi do më thënë ky formimi që u mblodhën djemë Shqipe Milano, nga erdhen, më thuj pak, unë jam me zemër Shqipe Milano. Yeah. Do më thonë, çuna që jeni këtu, do më thonë, du me ditë pak. Shqipe Milano është vetëm thjesht është grup muzikal, si më thana, kupto, po Shqipet e Milanos janë Shqipet e Milanos që shkohen 80, 90, a kupto? Po. Janë gjithmonë, po s'janë marrë gjithë me muzikë, na si do me thonë jena qëndru më shumë muzikës, kohët e funit, e kena qef si thuhet me reprezentari, kom si ti që reprezentari, fratello, Me reprezentu vetë. me prezentu këtë shqiptar që rrin Milano, kupto se si e këna na qatë tjetë, e kanë shumë shqiptar si puna jona, kupto, ti e di vetë shumë atë lagje që bajnë, si munohen me arrite, a kupto, vetëm na se thjesht e bajmë muzikë, tregojmë si jena na, tregojmë me muzikë tonë, edhe shumë veta janë gjuhën këngë tonë, si më thonë. Përke, pse këta jetojnë jetën si e kanë jetu na, po belan nështë njani s'ka mundësit me knua, nështë si vjen hitë rasti me knua, kupto. Po kur e në gjoni shqiptar tjetër, më besoj se janë krenar. Që është si me thonë, bërëzër, edhe vetë. Kuptoj. Shqiptari,
E di enjoy çfarë po tjetrin, thu. enjoy shumë tjetrin, na kupto. Na nxona, si jena nxuna kur kena kanë më të vegjël në këngë tua, shembull. Tash janë shqiptarët e Italisë që enjoynë më shumë, a din se e din. Se jetoj në Milano, kena njëjtin jetë, përballna për njëjtin me njëjtin gjana. E quindi shpresoj se do i marrim krenari si më thanë shqiptarët e tonë. Si jam shumë kurioz si e njoft me Ilgostin. Ilgostin duhet ta përshëndes direkt nga Roma, Respekt, një moj ndër xhiga. shqiptarët në Itali që vërtet i ka dhënë frym, domethënë. Ja. Kupton ndër vite, edhe unë kam këngë me Ghostin. Midis Europë, shumë midis hit, bro. Europë, po paka shumë njëjtë jemi, domethënë unë bëj këngë me ty, pastaj kur Ja, kam ja. Ghostin edhe jemi familje. Ja, Si e ja. njoft me Ghostin? Unë me Ghostin jam njoft me thënë drejtën për menaxherit tem. Jetë mirë pranga. Shout out to my G, jetë mirë pranga. Që është personi i parë që më ka marrë. Brazer. Da unë kisha zemër të përshëndesim drejt për drejt brazer. Se personi i parë që ka besu mu, se na jena njoft jashtë Milanos me thënë drejtën, në situatë shumë ndryshe, jashtë muzikës. E ka ditë se kënosha, më ka marrë me vede, më ka marrë gjithkohën si me thënë drejtën. Ka ba me njoft me qunët, më bjena futë në studio bashkë, kena ba që zhanat për fillim, kretë. Pa hit shënim as njanit vetëm për shqipet tonë, Ilgos, e Daxter, Shara my G të Daxter, e kretë shqipet e Milanos. Trevisin, my big man. I përshëndes gjithë. Që ashtu ja kena fillu na, burë, më ka marrë mirë, më ka thënë ti ke talent, ne do vish Milano, do rrim, do të bajmë njoft me quna, do të çojmë në për studio, ne një ashtu, unë u futa keq atër. Unë u futa shumë keq, brada. Po, unë mirë në një vetë, e kam shumë shok, brazerin, edhe e di, jam bërëcit muhabetit, se si ajo është përpjek, edhe kemi diskutuar dhe bashkë, shumë herë me Mirin, për çdo gjë, edhe vërtet një djalë që mundohet për shqivet e Milanos. Shumë veta, jo vetëm shqiptar, por kanë mu bravo. shumë veta në për edhe ambient muzikët, jashtë muzikës, ai njoftën edhe pa u bashkë për Milano, nothing, you know. Po, tashi, në bashkërim me këne, po, a di që hala as nuk kam info shumë për albumin ton, sepse kemi qenë të bo pak kacata, kemi qenë shumë zonë. Fol pak vëlla, mas kongës që del E kam baj album, e kam punu, me thënë drejtën që 6-7 muaj jam. A ke ndonjë emër të albumit apo akoma? Ja, kam emrin. Okej. Dhe bëjmë spoiler këto të podcasti. Ja. Po, a ke ndonjë emër albumit? Ja, kam vu Il Kanun di Malcio. Il Kanun di Malcio. Ja, se din edhe te se jena njoft na më thon më shumë këne në Itali që e bëma atë intervistë se ishim në Tiranë me këtë youtuberin shumë famshëm, njërin prej më të famshëm në Itali me thënë drejtën, sidomos më i famshëm. Ky Ale della Giusta. Ale della Giusta, dove sei? Ti ho mi hai chiamato, non ti rispondo. Non ti risposto. Anche lui è preso, e ka punë të vetë, allaj me thënë drejtën, ka nuk sillet në botë. E ba me qatë emision, qëta 2 epizode, se kanë hecë, ka 2 miliona, ka i video, burë. Kush se ka pa qatë video? Po, kemi pas video në Shqipëri bashkë. Sa vetëm nalshin mu, vetëm për, il kanun, se s'kan ditë hitë qa kanunin në Itali. Të kuptoj, Na e këna ba qatë video, me thënë drejtën ja të fillovi emri pak mu shpërdoa ne malë që po Allah si isha kështu me thënë fell muzikë. Kopto? E kanë apru na qatë gjallë, Il Kanun di Malcio, është si me thënë reprezentimi, si për një aty ja kanë fillu pak mu njofë ma shumë, e që kanë full në qata 2 video, për kanon. Për kanon, po. Tu jo shpegu i qikë si ishin historita ne, po i kemi qunë në Shkodër, në për familje që ishin Asmëria, Mbajmeni, kemi qunë, edhe kemi pas shumë vështirësi, bile. Shumë vështirësi me gjetë, atë kujtojta jam mësusje, se s'deshte me dalë. Po, s'deshte. S'deshte se kanë hallet e veta, normale, jo shumë veta kanë, si me thonë. Do me thonë, Il Kanun di Malcio, do jetë albumi. Ja, Il Kanun di Malcio ka emrin albumi. Sa konga pa, e di që s'kemi ma thonë një numër, sepse edhe vetë para se me nxjerr albumin nuk e di sa konga. Normale ndrojnë gjithmonë. Do ketë bashkëpunime, do me thonë. Po, shumë bashkëpunime me sa rapera në Itali, shumë respektuar. Shpresoj që edhe konga ju do futet në album. Ja, konga jone është, si me thonë, prezantimi albumit tem, e kam zgjilla pas ta fat me dalë me ty. Grazie. Si me thonë i cirkull, ke si kjude, që myllet, adin se ja këna fillu për nimin dhe në tanë u burë këna dalë me Mejbegun, i këna bas sa bashkëpunime, jena njofë shumë, adin. Ti e meriton. Yeah, thank you man, but e kam pas shumë qef me njës këtë album me ty. Faleminderit shumë vlla. Se ta kam ta di për nere, e di vetë, Brazer. Vlla, une... Brazer, e di vetë. Mos harro Brazerilja i podcast live. Ja. Çdo gjë që kom bo në jetë, kom bo me shpirt.
edhe jo me marr feedback. A din, e ke e di meritue, mirë, je talent, e di mirë. shpresoj edhe unë dëshiroj dhe i lutem Zotit edhe se do dhe pak fat edhe du të më lut mallit Zot bosit lart edhe që të hecësh para vlla jam edhe unë jam me i mosh i bëj 40 vjeç. Ja, Edhe man. në qoftë se ti, Malsho, hecën shumë para, du më nimosh edhe me majt edhe 5 vjet tjera. Apo vetëm kesh. Po unë dëshira eme është që t'ju shoh sa më lart. Shqipe Milano, Shout to Shqipe Milano. unë kam qenë Milano edhe i kam pa gjitha gjona që ndodh në Milano, në Pjoltelo sidomos, në lagjen ku atje ku çdo gjë bëhet. Am kupto? Ciao, come stai? Është i bukuroshe që do vi për pak. Edhe realisht unë jam ndjesi në lagjen time në Tiranë. Prandaj unë kur vi du marr në Pjoltelo. Pjoltelo e la zona, Pjoltelo vend shumë i njohur. Po, për gjithë ju që se dini, shqiptarët e Milano shkonin në Pjoltelo, atje do i shifni çunat, atje janë çunat, ku rrin, ku hajnë, ku pinë. Do të thonë kanë të njëjtin sistem shumë shqiptarëve që rrinë bashkë. Po. Kalon shumë përshtypje sepse e kam pa edhe kur kemi xhiru klipet bashkë, është një komunitet shqiptarësh aty, nuk du t'i heq, ka edhe ka dhe afrikan që janë me çunat, ka maroken, sharaut, a kupto këj çunave ku janë. Everybody, no racism, no game. Janë do me thonë gjithë raca që mblidhen aty, kupton se du t'a theksojmë, aty në Pjoltelo janë gjithë, po janë me shqiptarët bashkë, janë rrinë bashkë, edhe çdo gjë bashkë, edhe çam ka bëu përshtypje është që çdo gjë e bëjnë bashkë, do bëjnë një klip, secili mundohet me bo ato gjone vet, secili mundohet me një mënyrë tjetër. Unë mendoj që ky sistem është shumë i mirë sepse një artist nuk ja del dot vëlla pa shok, apo kupton? Normal. Po jena si me të thënë drejtën, jetojmë në njëjtin situatë krejt. Për një përballona shumë njëri me tjetrin se asnjëri s'ka më shumë se tjetri, a kupto? Jena gjithë mana si me thënë njëjtin nivel. Për një shkojmë shumë mirë bashkë, kena zonën tonë aty, rrim bashkë, me pas ndonjë problem jena gjithë bashkë. Po. Çaja puna, se alla Milano qytet i shtirë burr. Nuk ka qytet, është so easy man. E di si thuhet, në Rom bëhen lek, në Milano shpenzohen. Normal. E la Roma, la capitale, oh. Italia. Bo bro, shumë normalisht që edhe njerëz që më ndjekin mu muzikë, nuk është për shembull dun me ditë vëlla, më kupton se për shembull shohin mu me ty në klip, në kong, kneja nej, më thuj pak Malço, kush o pika jote e dobët? Mendo mirë para se të mi kthesh përgjigjet vëlla, se nuk të moj me hatër. Për muhabet muzikës u. Pika jote e dobët e Malços, kush o pika e dobët e Malços? Ta din krejt vëlla, edhe ata që bojnë muzikë, am kupton, edhe ata që të njohin, edhe ata që rrinë me ty, e ke një pikë dobët. Man, but. Si tregohet kujt pika dobë se ta përdorin shumë kundër vëlla, kupton, cila probleme. Se ndoshta ta marrin sekrete kanë një pikë dobë, po këtë ta përdorin, nuk ta përdor mirë njëri, Beladin e di sa pika jote dobta ja, nuk mundohet mu largua din mos mu afru muhabetit, po janë me zi njerëz se presin me e ditë pikën dobta. Unë të ndezi cigare për këtë përgjigje, sepse unë shpresoj që ti mos i bësh gabimet, unë i kam bërë këto gabime, i kam tërku pikët e mia dobta. Cause you're real, I know. Ka herë brazer me dal real, shumë real, nuk e marrin mirë njerëz, a kuptoj se janë shumë negativa në këtë botë vëlla. Se nuk janë krejt me zemër e mirë, zemër e madhe që dojnë, suportojnë, me zi presin me ditë i pikë dobë tane për me ta bënë e gjak kundër se s'kanë qatë bëjnë o burra, kuptoj. Kuptoj. Me zi presin. Se gjithë njerëz kanë i pikë dobë. Bela kanë edhe 2, 3, 4, 5, soba, kuptoj. Kuptoj. Çam kanë ngel përshtypje në Itali. Unë kam vite që vej edhe jam në industrinë, domethënë muzikës të Italisë, njoh pothuajse disa artista që janë on top në Itali. Për shembull, parë njoh Baby Gang. Shout out to Baby, Free Baby Free Gang. Baby Gang, Free Baby Gang. Njoh edhe Shiven, që kam nejt me ta. Njoh Clementinon, Napoletano, edhe njoh shumë artista. A do vi koha kur domethënë edhe shqiptarët të jenë vëlla, siç janë Baby Gang edhe çfarë folëm edhe për këtë sepse jena shumë afër kësaj shpërthimi, domethënë flas për ju, gjithmonë flas për ju, domethënë është diçka që
si thosh, s'po lirohet, se kur Yeah, lirohet, yeah, as situatë herë delikato, burr, se derisa të arrish atje në nalt, jam shumë veta se bëjnë gjasme se nuk je, a kupto? Derisa ti shtyp shkati me të thënë drejtën, se çashtu e dojnë valla, me të thënë drejtën. Se bëjnë gjasme se nuk të njohin ne kënej, Kuptoj. derisa të arrish në majë atëherë thojnë po unë kam besuar në ty, qysh ditën e parë, na jena kështu, na jena. A kupto? Do të më jullon fakte herë. Kuptoj. Vetëm fakte. Unë nuk e di, po shofta ajo kamera atje, Yeah. duhet i drejtohem shqiptarëve të Italisë, sidomos. Raga, gjithë jetën time nuk e kam dalë pa publikun tim në Tiranë, kanë suportu Tirana, më kanë suportu gjithë Shqipëria, Kosova, Maqedonia. Unë kam një thirrje për ju. Unë jam këtu tranzit, viri 2-3 muaj në Milano kënej. Edhe ju kisha bojë thirrje gjithë shqiptarëve kudo që janë, cep në Italisë. Boni për njeriun e juaj. Boni për artistat shqiptarë në Itali. Kaco, nuk ju kushton asnjë gjë. Domethënë, kur të shihni çunat që janë nëpër koncerte, shkoni ata që jeni afër, bëni do kilometra, suportojini djemt, sepse fratello, unë e shoh, sepse siç thash i njoh shumë artistat, unë njoh në Itali një artistat më top. Edhe e kam pasë si Robi e suporton Robin e vet, për shembull bravo, ai ke pa Baby Gang del, i ka gjithë ata të vetë që i vinë në koncerte dhe mrapa, po ka dhe vëllezër shqiptar ai, më kupton? Domethënë, ju kisha lut gjithë shqiptarët Italisë, suportojnë reperat shqiptarë në Itali. Hanno bisogno di voi. Kjo është diçka pa publikun edhe këtu. Kështu që kisha bojë thirrje shumë nga zemra. Suportojeni sa më shumë. Nuk ka gjë më të mirë se të shohësh Malço, Nil Gost, edhe djemt radh me radh tjenë. Se do vinë edhe shumë veta mas nesh, a kuptoj se mas nesh, që se ja deli shqiptar me të thënë drejtën në Itali, a bëhet gjë, si më thonë, ma thjesht edhe për çeta që do vinë mas neje, se nuk jena vetëm na çeknoj me Allah, kuptoj, në Itali. Kuptoj. Janë edhe shumë veta të tjera, po ndoshta s'kan Allah mundësi, jo, unë nuk e theksova, thash të gjithë shqiptarët, kur të shihni si Malço, si Gosti, apo edhe artista tjera, më kupto. Shqipe, boni për Robin e juaj në Itali. Më kupto. Nuk ka gjë më të mirë e s'ka ndjen. Po do ju bëjmë edhe shout për këtë ata që janë tu na suportuar, na dojnë, se janë edhe shumë veta, me të thënë drejtën, se na dojnë, e kam pa me sy të mia në për koncerte, kanë shkuar në Torino, kanë shkuar në Venecia, kanë shkuar në Firenze, kanë shkuar në Perugia, kanë shkuar, na kuptoj, kanë pa gjithë ata koncerte, gjithë ata gjëra, njerëz na dojnë shumë. Po Allah i shumë mirë, shumë mallë, se derisa të arrish aty maje bëjnë gjasme se ja po kë, ja po do vi momenti, o burr. Unë e di shumë mirë se do vi momenti, edhe për ne kretë shqiptarë që janë në Itali, më shpërthy me pas pjesën tonë në këtë treg, si thuhet. Kuptoj, unë duhet ta thonë ty për herë të parë punën e shpërthimit. Unë kam qenë maj men 2007 dola nga burgu i Belgjikës, burgu i për herë të parë. Bona 13 muaj burg, dola fra, erdha në Shqipëri. Edhe thash po merr me muzikë. A kupto? Edhe si puna juaj edhe unë nëpër me djema, ne kënej u munojsha, edhe ishim rreth 10 repera atëherë, rishim të studiot e BBF studio, Kondi studio, siç është kjo tek program, dhe rishim nëpër sallone gjithë aty bashk. Edhe priçim radhën kur më shpërthye. A më kupto? Edhe nuk e harroj kurrën e kurrës. Një artist, du m'ja përmend emrin shqiptar, është shumë i madh, më tha, edhe në rasti mundi një tavolinë, kështu më tha, Arkimet, tha, shiko, tha, në atëherë ishte on top ai në vitet 2010, tha, është i rreth, tha, pap, tha, do presësh, pap, ndërkohë kisha gjatë që po priça me shpërthy i vit e gjys, duhet durim, tha, më kupto, pak fat, pak durim, pak duhet edhe punë, kupton? Ne në fillim ishim përkushtuar, tash si na aq sa përpara. Fra, unë mendoj që i talent si ti, si çunat apo dhe shumë talent të tjerë, nëse kanë durim me kanë me prit, kanë me hinë el gjoko. 100%, kështu që unë ta uroj me shpirt. Do zoti. Do goja i herë, si thojmë na. Unë kam komën e marr për tjerët, për veten jo. Më kupton. Malço, ti e i pëlqyme edhe nga femrat, pak se unë e kam pa, kanë qef, kështu e bëjnë, se unë i di gjona, se jam pak shoh shumë. A je single, a qa bëhet me ty Malço? Single man. Po pse single? Pse no time, bro. S'ka kohë brother për femrat, tash e di vet, si puna, me dash me net kësaj muhabetit, bilash, si thuhet.
Gjana se të hek më shumë për rrugës janë që ta fanë. Unë du me të regu e gjatë vërtet këtu, po drejtohem kamerës para 3 neç. Sigur janë ta kamerë, se më ka shë heq. Para 3 neç kemi pas videoklipin tim, një klip tjetër kemi bo një party këtu edhe po bisedoj që sot me Malçën i thash, o vlla, femna tash që si kupto femnat i thash Malçës. Qofë se për shembull don apo s'don. O frata, qofë se s'don ta e Melo ke vedo il film di Batman. Tha no, s'kam kohë me up tha, qofë se don një, qofë se s'don ta mirë shofi film Batman tha sa upi kohën me to. Po më parë shofi film North atje. O sa kum kesh me. Na inspirim, na gjao filmi, femnat shumë probleme të bijnë burra dhe. Do të më gjet, nuk tham se a din për mua sa momenti tash. Jam alaj i kupto femna janë vetëm për me xhir jashtë rrugës. Vlla, nga eksperjenca ime, e çka kam kaluar në jetë, shiko, lidhja të bën mirë. Po s'u me përzim me karrierë, është gabimi më i madh sepse gjithë kemi bërë këtë gabime, më kupton të nuk të lën me bë muzikë tamam, domethënë, sepse normalisht je ai artisti si ti që do me hec parë, do me shpërthyk, ke të bëjsh me after party, do shkosh atje, je i detyruar, sepse për shembull je duke performuar me artista të mëdhaj dhe jeta i popit tani mbas asaj koncerti të shkoj after party, normalisht do ketë alkool, do ketë femra kështu. Më mirë është ti ndash gjanat vllaçko, se unë vi nga gabimet këtu. Do me bë karrierë, do me bë një herë sukses, do me bë milionat, masanej me pa për një lidhje serioze. Në lidhje serioze këta gjana. Nëse hec shumë përpara dhe ke edhe një lidhje, dije që nuk do jesh kurrë i koncentruar muzikë. Më kupto? Mundesh mi bën të dyja, po të dyja mundesh mi bën kur ti ja ke arrit në jetë. Po, kur ti jesh i herë. Kapishje, fra. Nëse bën ajo ta fetalo. Kështu që të këshilloj që të vazhdosh përpara vlla, edhe nuk e di. Atëherë do të flasim pak vlla. Çfarë mendimi ke ti për raperat italian për shembull, sepse njerëzit duan me ditë. Am kuptoj, çfarë mendon ti për raperat italian? Mendoj se s'mendoj fort. Jo. Me thënë drejtën, ja, i shoh si vetë, bura, kuptoj. Kretë, nështë ta një ka pas ma fat, në mundësi ma tepër, ja ka dalë ma shumë, po kretë, same level, man, si me thënë, nuk shon në super y, në superstar, you know. Kuptoj. Me thënë, jena kretë, sidomos, qa kam njoft, se kam njoft shumë veta, bro. E di. Shumë, me thënë drejtë, nuk i përmend një gjallë në botë, emre, kuptoj, ma mirë. But, shumë veta nuk janë qa thojnë, une, para se me njoft, kam menu adin janë si ne, e bajnë këtë jetë real, A vash kam fillu të i kuptu, a shumë loje mallë, bro. Shumë loje mallë, duhet me ditë me lujt. E kupto? Po, para se mu fut me thanë rapit, a din se, la vetë kam gjurë rap para se mu fut rapit. Gjithë kemi të gjurë rap para se mu fut rapit. E une i shifshën e për YouTube-en e për gjanë, thasho, kjo është. Kështo, duket kështu. Idhull ti? Idhull, a ke diko që ke pëlqyë njëtën tonë në i rapper? Idhull s'kam me thënë drejtën, po a din qa? Unë i kam gjuhë shumë veta. Jo flasë në gjithë botën? Jo, në gjithë botën, man, I don't know. Me thënë drejtën, jo, nështë kur kam kënë me vogël, a din, kam gjuhë. Prandaj po them? Stresin, a një. Ta unë kësha zemë, më në njohë, po konë djali mirë. Ja, stresin, me thënë drejtën, ta kam thënë edhe personalisht atë podcastis, se di se s'kam marrë me thënë atë podcast, cause you helped me, më keni mu shumë, u vërës redi vetë. Flasim si flasim në dë. Edhe ja është podcastit, unë të kam gjurë që s'kam keni vogël. Unë desha me të thonë edhe diçka tjetër, vlaçko. Ja, man. Për gjithë që së dini, kur ta shifni ne bëjmë muzikë shumë të mirë, shpresoj që të kemi shumë koncerte bashkë në Itali, të dy kemi menaxherat shumë të mirë, edhe mendoj, fra që kena me... Quest'anno, këtë vit do bëjmë saktë të dini, Malçon, djemt, une jemi gjithë këtej, shpresoj që të na shifni në çdo qytet Italisë duke këndu, në çdo qytet Italisë për komunitetin shqiptar, italian dhe nga vinë, nga gjithë everybody, man. Shpresoj që të bëjmë serate, do kënojmë, do jemi në për koncerte. Kot me të pyet. Unë nuk jam i mirë për freestyle, unë ta them drejtën. Unë bëj freestyle, po e bëj nga ato një herë në vit. Edhe unë kam sa freestyle me thënë drejtën, unë shumë bëj freestyle, po nuk i nxjerr.
Se ka herë aty nuk më del kanga për qatë ditë, nuk du me ba kangë me thonë drejtën, futem studio, po kam qa me folë në gjadin, për së ne baj edhe shumë me liru vetin, man. Me qëra fjalla erdhi, e ka boj kong për 10 minuta në Tech Pro Records këtu. Of Dection Rëp. Ore po të them, është edhe unë i bëj kong shpejt. Ragazzo, djali është shumë i nxehtë. A ke qef e pak? Unë kam qef që ti ta bësh i freestyle. Në kupton? Unë ta kam marrë freestyle-in nga studio tjetër në Milano. Pa të regue, se e di më the, në, kështu që ky do një freestyle i malshos. Ti e di, brazer, se këtë kangë që i bëjmë, na i shesim në për etiketa italiane. E di. Po për këtë podcast, këtë freestyle është i meritum, si thuhet. Edhe për gjithë ata që se din, ky është një podcast me stresin, malë që nuk po e mbaj më gjatë, sepse nuk dua ta vej në siklet. Për gjithë shqiptarët, kudo që janë në Europë, Shqipëri, kudo që janë, duhet vini këtu, bëni freestyle, flasim për jetën tuaj, flasim për karrierën, flasim për ëndrat tuaja, flasim ku doni më arrit, nuk e di, të flasim për çdo gjë rreth muzikës, rreth jetës, apo të flasim për çka keni nevojë, të flasim për si keni, domethënë, si doni me arrit një jetë, muzikë, ne jemi këtu për ju. Unë kam nxjerr albumin tim, me qëra fjalla po i bëj reklamë të albumit tim. Ky album do të llohet për te realitetit dhe mendoj që është i parafundit karrierën time, se edhe një të fundin tek. Dhe bëhet. Edhe ndërkohë që unë po punoj albumin, po bëj klipet, jam këtu për një mision shumë të mirë për gjithë shqiptarët kudo që janë anë mban Evropës, Shqipëri, kudo që janë. Kontaktoni studion Tech Pro Records edhe ne këtu bëjmë muzikë, frate, ju bëjmë çdo gjë, ju bëjmë freestyle, everything, bro. Jemi një kompani me etiketë shumë e fortë në Rom, kështu që Malsho, realisht, fratello, du të falenderoj nga zemra. Du forcë. Pasha Zotin e madh. Edhe du t'i përshëndes gjithë shunat e Shqipe di Milano. Shqipe Milano, shout out to my gang. Një përshëndetje veçantë kam për Boy. Shout out my boy. Boy. Inshallah e bën këtë vit jashtë. Kam një shok boy, ma boy, që kur të vija ai boy talçon, boy midis Milano, se kjo është shoku im, ma boy. Inshallah e bën këtë vit jashtë burgut. Kështu që i përshëndes gjithë me zemër, gjithë shqiptarët e Italisë, të gjithë ata që na ndjekin. Shout out to Piontello, per forza, sì, bene, ragazzi, vi amo tanto. Ede questo quest'anno si spacca, fra. Ky është podcast me stresin. Malsho për herë të parë, freestyle. Tech Pro in mezzo delle Roma, la capitale d'Italia. Più di così, cosa dobbiamo fare? Kështu që ai një gati me një këtë freestyle? Yeah. Shkojmë.